duhet thënë që partitë e vogla kanë dështuar për të bërë unison dhe për të qenë së bashku, për të patur një koalicion disi më të zgjeruar në mundësi, pastaj për të patur edhe më shumë zë si grupim. Megjithatë, dëgjova sot kryetarin e mundësisë, pikërisht Agron Shehaj, që tha që ne nuk e kemi pranuar këtë ofertë për bashkim sepse nuk deshëm ta humbnim identitetin dhe kauzën tonë. Po ashtu edhe Arlind Çori tha që për çfarë do të lobonte, cilat do të ishin pikat kryesore që edhe me idealizmin e tij që nuk e tremshin kaqë kryeministrit Rama, dhe ai tha që do të vazhdojë të diskutoj aty çka i kam premtuar që do të bëjë në parlament pikërisht qytetarëve, që do të jetë vendosja një minimumi jetik, do të ketë kërkesë për një paketë ushqimore, domethënë çështjet kryesisht sociale dhe kërkesa për të lehtësuar ligjet të cilat parashikojnë referendumet. Pra i kanë idetë disi të qarta, ndërkohë që unë e kam dëgjuar dhe e kam diskutuar edhe me kolegë Agron Shehaj në një panel, por edhe qoftë edhe në kontaktet e tjera, që ka thënë që e ka ditur që gara është e parë barabartë, po mendon sot për 10 vite më pas. E ka thënë edhe e ka artikuluar në një studio. Pra, hapi parë është të futesh. Me pas të krijosh besueshmëri që ajo çka thua mund të jetë e vërtetë. Mund të kthehesh më pas në një drejtues të besueshëm, sepse ti akoma nuk e ke dhënë shembullin tënd. Nga ana tjetër, nisma Shqipëria bëhet e ka nisur shumë herët fushatën me diasporën dhe pikërisht nisja herët me fushatën me diasporën po i korr efektet e saj dhe shihet se është ndër partitë e reja më i suksesshmi. Ai kujtojmë që e ka nisur kur të tjerë. Momentin është forca tretë pikërisht në numrin e votave. Po, është forca tretë në numërimin e votave dhe kjo i është përkthyer.